Prej më shumë se 48 orësh, ekipe të shumta janë në terren në kërkim të 29 vjeçarit Ardit Beshiri nga fshati Shëngjuni Klosit, i cili teksa ishte duke punuar në një stok fabrike të përpunimit të kromit, është rëmbyer nga uji dhe rëra si pasojë e çarjes së një rezervuari. Me gjithë kërkimet e bëra deri tani, nuk është gjetur asnjë shenjë 29 vjeçarit, i cili dyshohet të jetë rëmbyer nga rrjedha e fortë që u kriju si pasojë e shembjes së rezervuarit me ujë dhe rërës së prodhuar nga përpunimi i materialit të kromit. Unë ju përshëndes për lodhjen për gjithë dhe inshallah kemi fat. Tash kërkesa e banorëve se të keqë. Kemi aparaturat, kemi eskavator. Është unë të flasë ma kësemi se ato jenë specializuar, unë të shikë. Kështu nga goja nga mendi flasim gjithë. Po është pak e vështirë. Nga momenti të vinë qërë dhe një kemi bërë gjitha që janë të mundshme në Shqipëri. Okej. Ditën e parë filluam me aparatur kërkimi me detektor termik për trupin e Keni kërkuar? Po. Se e kërkin sot të mos kërkoni se eftoft trupin. Deri në orën 12:30 të natës, ditën e parë kemi qenë këtu. Edhe kemi kontrolluar gjithë zonën me një detektor termik që e ka një subjekt turk, i Beralbit. Okej. Janë skuadër shpëtimi e specializuar. Nuk na rezultoi gjë me detektorin termik. Ditën e nesërme kërkuam detektor që e disponojnë këto trupat e ushtrisë, forca gjeniere, detektor për pjesë metalike, për pjesë të eskavatorit që të gjenim të gjenim skeletin e mjetit, ndoshta na kishte ngelur në mjet. Me detektor metalik kemi gjetur shumë pjesë metalesh të eskavatorit deri tani. Ishte prish të eskavatori, Ekskavatori është prish dhe e ka bërë pjesë. Kova në një vend, kabina, 7 metra më poshtë është depozita e vajit, më poshtë është ajo shasia e mjetit, vetëm nuk është gjetur gabina deri tani. Po vazhdojnë forcat e Gjenjos për të kërkuar kabinën. Sot kemi marrë një aparat që është i fundit, skaneri tokës, që nxjerr çdo gjë. Baba i 29 vjeçarit Nerim Beshiri dhe kushëriri i familjes ju bën apel institucioneve që të shtojnë kërkimet me metoda të specializuara, pasi kërkimet në këmbë janë të paefektshme për shkak të terrenit të thepisur malor dhe materialit që është shpërndar kudo. Nerimi kërkon që të ketë një shenjë të djalit në mënyrë që të ketë mundësinë ku ta kujtojë. Këtu jam në vendin ngjarjes, që ka ndodhur ngjarja e djalit tim, Ardit Beshirit. Kërkoj ndihmë për shtetit, të gjej veç një gisht, e ta çeke shtëpia, ke familja. Se nuk ka gjë më të madhe në botë. Të humbish djalin malt. Për ne i bëj thirrë shtetit, të hapin në përmendje të mbin aparatura, skandër, të mbin qenë specializuar nga jashtë, të mbin mjete, të gjej djalin, ta çeke shtëpia, diku të hedhin tu flule. Diku të hedhin tu flule. Unë ka 3 ditë që ishtë ditën e parë, që ka në orën 1, par dje, e deri më sot, që shvi me vleze, me dashamirë, të kërku me lopat, nuk ka se dhe mjeti. Kërkem dim. Sa orë dërli djali nga shtëpia atë ditë? Në orën 6 të mëngjesit, ka arë në orën 8 tu. Në orën 12 ka hangër drekën, ka ikë me shokët poshtë. Ka full skavator, ka vazhdu të punu e mori baseni madhë, materiali kromit, rënë. Për sa vitesh? Shifës jashtë ngjarja poshtë. Për sa vitesh punon djali këtu? Ka 5 vjet gati, me siguracione, me gjitha. Kompania, firma që ndodhet këtu, e kësaj ndërtesë këtu, ti bazeni këtu, nuk ka asnjë. Këtu veç bashkia, ushtria çka zbo me lapate. E bashkia me lapate. Prandaj kërkoj thirrje shtetit, të më ndihmojnë me mjete, të mjetet të fuqishme, me skandër, specializume, me skandër, me qenë nga jashtë nga Turqia, ku të ketë mundësi. Se po fillon rreshtet e shiut o zot. Po vazhdu në rreshtet e shiut, është bazeni tjetër, si nuk ne, është shiqish fati madh, se nuk ka kap njerëzit të kërkujnë me lopat. Se dita e parë ka qenë marramense, ka qenë vulkan. Çdo 2 minuta hikte masivi dhe poshtë, njerëzit ishin për buze.
të kërku. Ne Bethirë shtetit, një moni, se ka gel baba, vlaj, ka gel të kërku vlajnë tjetër, këtu. Bethirë, aman pëpatët, ti që i kishë dërë, ta që i kishë shpija, ti vejtë të flule. Aman nëne, pëpatët mosi, një moni si shtetë. Ka që kam më thonë. Arditin unë kam qunë daje, pra u jam nipi familjes. Ne si familje i bëjmë thirrje shtetit që të ndërhy dhe të na sillin aparaturat përkatëse që të paktën të gjejmë trupin. Kjo është një rast shumë fatkeqësi për familjen tonë. Ne me këmbgulje më të madhe kërkojmë që me të vërtet shtetit të na ndihmoj. Duhet të na ndihmoj të paktën të gjejmë trupin. Pra familja është e pamundur me jetu këtë lloj mënyre. Ju lutem, i bëjmë thirrje shtetit, institucioneve, kush të jenë institucione përkatëse që të mundohen dhe të na gjejnë aparaturën. Me sa informacione kena marrë, dim që është një kompani turke që kanë aparaturën. Për fat keq emrin nuk ja di, por shumë me zëra njerëzish kena marrë vesh që ka ndodhur një rast i tillë në Valdez, edhe kanë arritë dhe kanë gjetë trupin. Deri moment që po flasim, më shumë janë vullnetar, janë njerëz që vijnë nga fshatrat përreth, kam pa që ka dhe disa ushtar, unë vetë kam pa vetëm 4-5 atyre. Policia është këtu, me të thënë drejtën, që i falenderojmë. Bashkia është këtu, që i falenderojmë. Por, dhe ato janë njerëz si puna jonë dhe nuk besoj që ne mojnë dot pra na duhen aparatura, patjetër dot. Ndërkohë, në vendin e ngjarjes ishte edhe prefekti i Qarkut Dibër, Nexhbetrin Shehu, i cili tha se strukturat po bëjnë maksimumin për të gjetur të rinjun, që dyshohet se u rrëpye nga rrjedha e ujit dhe rërës mesditën e së shtunës. Dika ka plasur, edhe si shohim nga tereni, i sasi e madhe, volumi ma inertësh dhe ujë, ka kriju tragjedin. Prej dite 3 sot, nga e shtuna pas dite, dhe deri sot jenë angazhu me 10-300 forca të bashkisë, vullnetar, bashkëqatar të njerit, jenë aktivizuar ushtar të repartit Borrelit, nga Tirana kanë ardhur policia ushtarake, është Aksemi që është agjencia kombëtare e sigurisë minjera, është me një skuadër që të shtunën ndarkë. Kërkimet vazhdojnë, është e vështirë, le të shpresojmë të gjejmë trupin e të ndirit, fatkeqësi është, po shteti është plotësisht i angazhuar, bashkia plotësisht e angazhuar, bëjmë më të mirën për u lehtësuar sa do pak dhimbjen familjare. Familjarët të shiktu për këtë të flasin specialistës, unë sem specialist, çfarë duhet. Do flasim tash me përgjegjësinë e Aksemit, çfarë ketë në dispozicion shteti do ta vëjnë për të kërkuar trupin e të ndirit. Ekipeve të kërkimit në teren i është shtuar dhe një ekip i specializuar, i cili po kontrollon terenin nëpërmjet një aparature që identifikon njerëz në tokë.